se I ka votën. Avukatët të unë nuk që në kanë solë, avukatët shumë se dhe mëna me vazhdua. Në rregull. Seanca ndërprej në orën 11:24 minuta, vazhdon në ora 13:23 minuta, pranë folëve të njëjta, përveç tani nuk prezanton avukatët të uta Zhini Potoku, ndërsa në sallë është dëshmitari Kanon Kokolla. Po, dëshmitar, hajde këtu Kanon. Nëse përnë të njëftimin. Ka të tonë. Ka të tonë. Faleminderit. Emri babës. Tafel. Isha e mikrofonin. Tafel. Tafel. Datë lindjen s'ki nevoj se është edhe personale e shkrujmë të biletën e tim. Ke lind? Kom lind në Gjakov. Ku jetar? Fshati Cermian. Në rrugën? Rruga Afrem Haci, numër 16. Mirë, numër personal me rritin nga para tu. Me të akuzuarit, Kushtrimin e kom vlla, po, ne jemi djalë dajës edhe djalë të halës, në granit e kom bashkëshatar. në rregull, me rritin e njëftimin. Palën e dëmtume atë një raport e farasnë? Kem pas, do me thonë, miqësi 50 vjeqare. Ndërsa me palën. Mirë. Edhe një herë e këshurë me trupin gjykus që është për shkak të raporte familjare, për nuk lironin për nga dëshmia për të deklaruar se vepra penale është. S'është problem. Për atë sigurum edhe një herë, në kuptim të 126 kodit procedurës penale, ju njoftoj me të drejtat dhe obligimet e juaja, ju nuk keni detyrim u përgjigj në pyetje të caktuara me të cilat e vini vetën ose do një antar të familjes para trupit të rëndëm të konsiderueshëm materiale të ndjekjes penale. Po ashtu ju njoftoj se dëshmia rrem është vepër penale dhe ndiqet sipas kodit penal të Republikës së Kosovës, konformi 338 paragrafi 2 kodit procedurës penale. Unë ja them tekstin e betimit, ju e përsërisni pas meje. I ndërgjegjshëm? I ndërgjegjshëm. Veç Po. shet mikrofonin. A gjithmonë do të me për? Po, jo, veç e shumë nuk dalet atë. I ndërgjegjshëm për rëndësinë e dëshmisime. I ndërgjegjshëm për dëshminë Në rëndësinë e dëshmisime. në rëndësinë e dëshmisime, Në përgjegjësinë time ligjore. në përgjithësinë time ligjore, Solemnisht betohem. solemnisht betohem Se do ta them të vërtetën. se do ta them të Dhe vërtetën, vetëm të vërtetën. vetëm të vërtetën, Dhe nuk do të fshih asgjë për cilën kam dieni. dhe nuk do të fshej asgjë për të cilin kam dieni. Kanon, ju jeni dëshmitarin propozuar nga prokurori i shtetit.
Fillimisht pyetjet do t'ju parashtrohen nga prokuroria, pastaj falet sipas radhës, po ajo që është e rëndësishme për juve është se ju shikimin e mbani ka trupi gjykos, I ndëgjoni pyetjet, por mos u përgjigjni para se pyetja t'ju parashtrohet në tërësi, e plot. Po, prokurore, nëse jeni gati. E ki pufjet aty sepse për shkak përkthimit, po. Gospodine Kukala, vi ste povodom ovog slučaja Në lidhje me këtë rast, dana me datë 16/12/2023, u policiji davali në polici keni dhënë deklaratë. A ju kujtohet kjo? Po, më kujtohet. Da li se sećate A ju pitanja i kujtohen vaš osnovne pyetjet policije i nga vaš ana e policisë dhe përgjigjet e juaja në ato pyetje? Pyetjet e përgjigjet mund t'i mandatori nuk më di, po e di çka kom deklaru, në tërësi. Në mënyrë Dali ose ti pritoi që prokurore, nuk mund t'i di në mënyrë të detajuar pyetjet dhe përgjigjet që I kam dhënë, por e di se çfarë kam deklaruar. A është kjo përgjigje? Po, kjo është përgjigje. Da li ostajete pri toj izjavi koju ste dali 16.12.2023? 2023. Po, drejta pas të përgjigje. Ja ću vam postaviti dva pitanja. Unë do t'ju parashtoj dy pyetje në lidhje me atë deklaratë, të cilat janë interesante për këtë lëndë. Policija vam je postavila pitanje. Policia ju ka parashtruar pyetje. A mund të na tregoni Nešto u vezi granita. diçka në lidhje me granitin? A mund të me përpilu pyetje ma mirë, qëta më të me tërgu? Ne, samo malo. Jo, vetëm pak, po presim proces verbalin. Dhe të shkruhet pastaj. Vaš odgovor je bio, Përgjigja juaj në këtë pyetje ka qenë, granita poznajem od detinjstva. granitin e njoh që nga fëmijëria, Ali nisam imao por nuk kam neki pasur društveni odnose. ndonjë marrëdhënie shoqërore me te. Zrc. Presje, Jedan interesantan detalj një detaj interesant koji mi se dogodio u poslednje vreme I sa cili më ka granitom ndodhur në kohët e fundit me granitin, je kada je granito sin imao rođendan, kur djali I granitit e ka pasur ditëlindjen izvao je mene dhe më ka ftuar mua I jednog mog druga dhe një shok timin da idemo sa našom decom. që të shkojmë me fëmijën tanë. Ali ne znam I otišli smo, gde sam video, I otišli smo, Dhe kemi shkuar, gde sam video ku kam parë se da granit ima dosta që novca, graniti ka mjaft para, nego inače, mirë po nuk e di kako je mogao se taj si ka novac da mundur zaradi. ti fitoj ato para. Možete li nam reći? A mund të na tregoni Gde ste videli taj novac ku I keni pa ato para I da li ste o tome razgovarali sa granicom? dhe a keni biseduar në lidhje këtë me granitin? Ka qenë data 17 nëntor 2023, rreth orës 15 pasdite, se unë e djalin teme kom pas në klasë me djallë granitit. Ka pas ditindje në djallit Akel quhet taj,
edhe na ka ftu fëmijët për mja festu ditëlindjen në Gjakov, në Centër Mall, kati i dytë. Centër Mall, kati i dytë. Është aty një ëmbëltore kafe. Po, në Gjakov, kati i dytë. Pasi që djali im ishte 5 vjetë e gjys, edhe vetëm e lonë u friksesh, i më shku ne edhe një shok me i kena marrë fëmin edhe nga shku bashkë me fëmijët tonë. Po, do me thonë para 2 vjetë e gjys, qashtë të gjys, 5 vjetë e gjys. Pasi që Graniti ishte me familjen e ti, do me thonë me gru, me thmi, me akraba, ky ullë në tavolin me mu dhe me atë shokun. Edhe gjatë bisedës i për... Po, në tavolin me mu dhe atë Po. shokun. Pasi që ishte data, do me thonë fundim 7 majtë nëntor, zakonisht në besim me pare pak në përgjepa. 17 nëntor. Po. Po. Ti thash, marë tonë ki ditëlindje, thash ti, dhe vitë që ka bo që shto gjepin, ka pas disa të holla, po tash qëfar kartmonjas se di, si ka pas grumbull. Dhe aj, e ka vendosur torën të gjepi, Po në këtë mënyrë. Plovat, e përshkruar mënyrën se... Po tash e ka pas një si duks, E qartë. e dynë të vik kështu. Ullur abde. Si e ka vendosur dorën. Po, e ka vendosur dorën të gjepi dhe çka ka... Veç pa ka bo kështu, ka pas disa para. Tash sa i ka pas e qysh se di, po i ka pas grumbull. 20, 10, 50, s'po di. Për atë arsye mu ka do, Ka të më mirë pra 10, 20, 50. tash më janë me gabu se kanë kalu do një kohë. Po, nuk e di shumë. Ja, nuk e di. Po, nuk e di. Po për atë datë mu ka do pak shumë pare. A do të mu ka Po. do shumë pare. Se ishtë fundi mujt. Ishte fundi muaj e para, po nuk ka do shumë. Po. A pitanje suspog veća, da li to srodstvo sa optužbima? A ke përkthe? Po. Të trupin gjykues, se a jeni në farefisni Da li to srodstvo sa optužbima? me të akuzuarit, Rekli ste... ju keni thënë që se me Naim Murselin, Murseli, brato Stefki i brato Bujer. se në Naim Murselin e keni djalë daje dhe djalë halle. S obzirom da su takvi brato... Duke pasur parasysh që keni kësi lloj raportesh familjare, U to vreme, pre në atë izvršenja kohë krivičnog para dela, kryerjes së veprës penale, možete nam reći A mund të na tregoni koliko ste imali informacija sa keni pasur informata për Naimin, për jetën e tij, për mënyrën e jetës dhe tjerat? A keni pasur informata? Sa i përket... A më me vazhdo? Sa i përket jetës, Jetës Naimit ose dikuj tjetër, ne gjithë se cili sot e kemi jetën tonë, edhe jetën tonë nuk kem ka mujt me kontrolu, e nuk kom pas kohën e mu morë me jetën e Pitanje kërkuj. za Naima, ne za druge. Za Naima, konkretno. Konkretisht për Naimin, jo për tjerët. Konkretno pitanje se odnosi Konkretisht, na Naima Murseli. pyetja ka lidhje me Naim Murselin. Koliko ste imali informacije? Sa keni pasur informata, a keni pasur apo s'keni pasur informata? Konkretisht përgjigjuni. po na këtë rrethi familjar, do me thonë, qka jena, Naimi unë njoftë si njëri që ka bo një jetë lumëtër, një jetë bukur, që si ka mungu kur gjatë.
që ashtu të njoftë në publik. Si njeri që ka bërë një jetë të lumtur, të bukur, që nuk i ka munguar asgjë. Edhe e kanë pas lakmi shumë persona për jetën që e ka bërë. U kom smislu lep i srećan Në çfarë kuptimi po mendoni jetë të bukur dhe të lumtur? Kur thot bukur dhe të lumtur, çka nën kuptoni me te? Unë po flas me asaj që ka kom po nga jashtë, se mrenda nuk e di kërkosh çka ka. Po nga pomja jashtë ka pas një jetë bukur, të lumtur. Me dosh me shku në udhim ka shku, me dosh me blet diçka ka blet, si ka mungu kur gjo. Jo se kur na don me blet kërë s'ki pare. E kjo do me thonë si kanë mungu këto same. Tani po ju përkujtoj me pjesën e deklaratës të cilën e keni dhënë me 16/12/2023. Në pyetje policie, Në pyetje të policisë, a ke pasur një huri që Naimi ka pasur probleme financiare apo ndonjë problem tjetër me dikend? Jo, shumë. Vetëm pak le ta përfundon pyetjen. Tani të rikujtoj deklaratën atë në polici do 16/12 ku në pyetjen e policisë a keni pasur një uri që Naimi ka pasur finansijski probleme ili neki drugi problem sa nekim. Ka pasur ndonjë problem tjetër me dikend? Ka pasur probleme financiare dhe a ka pasur ndonjë problem me dikend? Përgjegjja juaj ka qenë. Ne, Jo, zares. Ja i cela unë porodica. dhe e tër familja Mislili smo da je kemi menduar milioner. që Naimi është milioner, A pogotovo da ima finansijskih problema, e aq më pak që ka probleme financiare, pošto je uvek bio sepse vazhdimisht ka qenë në pushime luksoze. Është kry pyetja? Qa do të përgjigjes. Jo, nuk më konë gjeni që ka pas probleme financiare se ne probleme. A qëndron, do me Po, thonë qëndroj pas deklaratës dhënë me 6/12/2023 në polici. qëndroj pranë deklaratës së dhënë me do 16/12/2023. Në kohë të kësaj është edhe kjo që cituan nga prokurori jashtë. Gospodine Kokale Shjedlo, Zotri Kokolla, edhe një pyetje. A i një shoqëruar shpesh me Naim Murselin? Zonja prokurore. Unë prej vitit, do me thonë prej 23 shtatorit 2021, unë leqës s'ko mujtë më shoqëru me Naimin, po nuk mujtë më shoqëru as me familjet e me, sepse unë punoj në Mitrovic të Veriut. Që 4 vite, do me thonë, kam qenë atje, edhe kam qenë me orarë 24 orë. Do me thonë, fëmijët e mi, ku pas mund mi po, edhe me najtë me ta. pitanje vaše, odgovor vaš je, Përgjigja juaj është po apo jo? znači da li ste se družili A jeni shoqëru me Naim Murselin apo jo? Po ose jo përgjigja? Po tash nuk bëj me thonë në përgjigje që shkoll po ose jo, se me të thonë po qysh. Ky do me thonë ka jetu edhe ka punu në Suedi. Ky kur ardhni po shem ka nejt 2-3 javë, unë nuk ka që kom nejt shumë me to. E ka kupton? jer vam teško da odgovorite Da ili ne. A e keni vështirë me u përgjigj me po dhe jo? Po sot ka qëndruar 2-3 javë, vetëm ka qëndruar 2-3 javë, dhe unë pak më ka rronë. Pak, shumë pak. Ja. Besoj që e morët përgjigjen, që ta pak më ka rronë me ndajt me to?
zavisi da li se viđaju ili ne. Mikrofonin. Od toga zavisi da li će biti sljedećih pitanja ili ne. Znači, Nga kjo varet a do të ketë pyetje tjera apo jo? Nga kjo varet a do të ketë pyetje tjera ajo? Sudsko veće, ja mislim od njegovog odbora zavisi da li Unë mendoj që nga përgjigjja e tij varet a do të ketë pyetje tjera ajo? Duke u përgjigjur, mirë është duke marrë pyetje nga prokuroria në mënyrë të drejtë për drejtë, është pyetje që u bën dhe përgjigjet janë me sfond të hapur, nuk është u marrë pyetje në mënyrë të tërthor, kjo ishte konsultimi mes trupit gjykus, por çështja ka të bëjë se dëshmitari dhe është paralajmëruar që nuk e ka obligim me inkriminu vetveten ose të afërt e vet, nëse veç e konsideron me një përgjigje caktuar. okej, ako tako misli sudsko veće. Hvala. Ne. Atëherë nëse trupi gjykues mendon kështu, nuk kam pyetje tjera. Avokat Leotrema, keni pyetje për dëshmitarin? A ke vërtet? Nuk i vi. A më mirë ka? Faleminderit. Nderuar dëshmitar, në deklaratën që e keni dhënë në polici në datë 16/12/2023 keni potencuar një fakt se vllai juaj kushtrimi ka qenë djalë i sjellshëm, nuk ka sjell asnjëherë të loshet e shtëpia dhe as probleme. A është sakt kjo? Po, kjo është shumë e vërtet. Për vetë faktin që ka qenë pjesëtar i forcës sigurisë Kosovës, do me thonë ka qenë djalë i sjellshëm. Vetëm pak, po, kjo është shumë e vërtet. Vetë fakti që ka qenë pjesëtar i FSK-s, do me thonë që ka qenë, tregon që ka qenë djalë i sjellshëm. A jeni në dieni se një natë para notës kritike vllai juaj kushtrimi dhe Graniti janë përfshirë me një përleshje fizike në një klub natën e Gjakovë. Katër fort. Vetëm pak, kemi kundërshtim prej avokatit Grec, po, avokati të dëgjoj. Avokat Leotrema, e ndani mikrofonin që, po. Unë konsideroj që pyetja që shtrohet në pak shtendore, pavarësisht sa të vërtetave e ngjarjes. Si të bëjmë këtu me politikat e tina. E kundërstoj pyetjen pasi konsideroj se pyetja nuk është lëndore, pavarësisht asaj ngjarje ka ndodhur apo jo. Ata shka ditë për jetën e tij parësi familjarëse dhe ta. Shka ban kushtrimi, ku kush atë prezent, ka u përgjigje. Këtë punën databazë polici i ditë që kur po di shkaboni. Faktikisht të kërkoj të përgjigje në pyetje si sut ta jep të shpitarit. Edhe s'ka të bëjmë akuze, nuk ka të akuzë. Gjykata prokuroria i ka të dhënë të rrugën e tij. Me sharbonis një fakt. Avokat, e keni parashtu? Voni hetimi ti gjykata i din zonat e tij ka databazë mund ta Po, avokat, faleminderit për kundërshtimin. Dhe sa është objekt i akuzë. Nëse mundeni, nëse keni kryer trupi gjykus e merr vendimin lidhur me këtë kundërshtim. Keni përgjigje? Po, kam përgjigje. Po, jo. Unë jam zyrtar policor që 13 vite. Në qoftë se ka pas përleshje aty, si po thot avokati, aty duhet me pas edhe rast në polici.
E kjo është shumë e lehtë më vërtetu. Unë që më bon djeni, por nëse ka pas, ajo... Avokat, ndërgjo, çështja po të bëj, sepse neve këtu jemi për një çështje tjetër, ligjore, ajo nuk po të bëjmë me objektin e akuzës nëse janë re apo jo kushtirimi me granitin. Përveç tjerash, unë të shmitorin e po muzu që nuk e ka obligu më përgjigj në pyetje të caktuara ku e inkriminon vetën ose ndonjë anëtar të familjes. Ai fillimisht pas se kushtirimin e ka vëlla, kështu që nuk me që fatë... Sa e përket dona policinë e dima, do unë më intereson veç vendimin këtij si vëllau që ka. Domethënë që kjo është ajo që unë po du me... O përgjigj kjo e Si më kon djeni? Jo. Përgjigje. Në rregull. Mos e shpicone se jeni dëshmitar, ju kuptoj që nuk e keni lehtë dhe ju si... Edhe se kom po që 2 vjet. Vëllau se ke po, sepse deri sot dëshmoni, kjo ka qenë arsyeja pse për shkak të dëshmisë që keni qeni propozuar si dëshmitar, kjo dhe ka qenë arsyeja që nuk keni mujtë me vizitu një herë kushtrimin. Po, avokat pyetje. Ju thot më herë se Naimi ka qëndru jashtë shtetit, pjesën më të madhe të kohës, ndërsa në Kosovë ka qëndru për një kohë relativisht të shkurtër. A është e saktë kjo? Po, në ashtu të di. Gjatë qësaj kohë sa Naimi ka qëndru në Kosovë, marë parasysh edhe lidhjen tuaj familjare. A ka qëndruar çdo herë apo në shumicën e kohës me vëllaun tuaj kushtrimi? Mos u përgjigj, kemi një kundërshtim nga avokatin drejt të udaj. Leutrim, avokat, nëse mund të shmendolën, po, avokat drejt për ndërgjoj? Faktikisht, kjo në emët shtrimit pyetje shkuaj që po zëti fakt. Ata ne shumë të posë ta pyth, ata ne të jo. Në spetima ka ne të jo. Po atë vërë të to tjera thot tjetër, një se tjetë drejt jashtu këtë pyetje. Të pesë po zëti fakt. Po është i problem. Kjo që ka është relevant shkje se ka e familjar është në muaj se rrinë shto e pyetje dy ka ka ne. Faleminderit, avokat. Mos u përgjigj të shmendolë, dhe sa në të shkuti këtu. Dështimi mbrojtësit kërkohet ka përfaqësuesi i autorizuar e palës së dëmtuar që ta riformulojë pyetje. Po, avokat për ndëgjojnë. Referuar deklaratës së dhënë në polici, është potencuar fakti se kushtimi ka qenë i shoqëruar më shumë me Naimin, ndërsa unë jo. Për çet për ju kohore, a jene dijeni a ka najt bashkë apo jo? Për cilën periudhë? Sa ka qenë në Kosovë, që do që e ceki këtë 2 javë 3, që gjatë që sa Të periudhë të periudhë pushimeve. 2 javë 3 që ka qenë. Që kjo e potencoj një fakt që unë ndora pyetjen prej përgjigjes tij. A e të referuar deklaratës së dhënë policisht, po të tu fakti se kushtimi ka qenë i shoqëruar më shumë me Naimin, ndërsa unë jo, ka vazhdu avokat, thotë unë jam shoqëruar me vllaun e Naimit. Erdimin. Po. Thotë, atëherë, po të pyet avokati gjatë kohës sa ka qenë Naimi në Kosovë, a jeni në djeni
për që ato 2-3 javë që prandaj ka qëndru me kushtrimin apo... Këtu nuk më me ditë se unë e pëndëndzova dhe ma Ka herë. avokat që... Unë jëmë po 24 orë, po, unë që 4 vjetë shërbejnë veri, të vendë. Unë u përgjigja dhe më latë, pjesën Nuk ndërmuse po mujtë mi po është do moment. kam qenë në shërbim në Po vazhdoj edhe sot. Kam qenë në shërbim në pjesën veriore të Kosovës, pra në Mitrovicën e Veriut, dhe nuk di se sa ta kanë qëndruar bashkë. Në notën kritike, a keni qenë në dieni, apo a ju kujtohet fakti se me këndë shoqëruar pushtrimi, avokat drejt të dëgjëmës o përgjithë të shumësor. Veç në dalë mikrofonin. Po, më fa. Leotrimit, të muaj e të lezën. Gjeta për njëjtën pyetje basitin dy forma. Njëherë thot, a jenë ndjeni, jeta thot për këtë fakt. A të është në dalit shumë ma. Të e dy pyetje të të. Që kështë po i herë që ka thonë si e dhja po e kam bëha i kanet. Kështë 50% faktin si kanet është ndjeni. Shto pyje, a jenë ndjeni, pyetja po në regull, po kjo e dyta që përmjërsoj kitë se për këtë fakt. Ja shtoj faktin. Faktin që prape supozoj, një fakt, pa qenë. Jo, Po mendoj kështu që pyetja nuk ka shtruar një drejt. avokat, nëse nuk e keni ndëgju pyetjen, thot në notën kritike. Notën kritike, po. A keni qenë në DNI? E atër vazhdon ndjeni këta shkandaj. Apo ju kujtohet fakti, se me kë është shoqëruar E tash fakti thjesht jo ka me kë është shoqëruar për notën kritike? Mund të dukon kjo, është pyetje në kundërthonje me tjetër, do vetë pyetjet e tilla. Vetë këtu këtë fare, reformulojmë. Veç faktur dëshmitor. Trupi gjykus pas këshillimit me ranvendim aprovot kundërshtimin mbrojtësit kërkohet nga avokati Leotrim aprovot kundërshtimin mbrojtësit, refuzot pyetja dhe kërkohet nga avokati Leotrim Imej që të bëj pyetje në mënyrë të tërthort ashtu siç paraqit me dispozitat e kodit procedurës penale. Dhe ato të jenë lidhur me objektin e akuzës. Avokat edhe mundësish në pyetje që dëshmitori u përgjigj sepse mos krijojmë një pyetje të re, dëshmitorin më lart u përgjigj se ka qenë pjesë ndërmuese të kohës në shërbim, edhe nuk e din, domethënë thas fëmijën e mi nuk i kom pa nuk kom mujt mi pa ta në kohën. A ju kujtohet se në notën kritike me kënd është shoqëruar kushtrimi? Kemi kundërshtim për avokatin. Po, avokat.
ose a muj veç tash të përmisojmë mase Avokat, për ju e parashtrut këtë pyetje, ju tham, ja refuzu. I punën tonë unë. Jo, avokat, mes nuk ka debat mes jush. Dëgjoni, avokat. Po jo, Avokat, ndrit, na ja kemi refuzu këtë pyetje. Është refuzu kjo pyetje, avokat. Jo, avokat, në fillim trupi gjykus. Po. Trin kryer është, a gjyqtarat e gjashtë ja refuzu. Po. Trupi gjykus pas fillimit po konstaton se lidhur me trupi gjykus, po konstaton se kjo pyetje e përfaqësuesit të autorizuar është refuzuar me apendimin së më lartë. Po, avokat, cilën pyetje? Me kërruar deklaratës së dhënë me polici. Në pyetjen e policit se a keni përkështuar diçka tjetër në këtë deklaratë. Ju jeni përgjigjur. Jo, nuk kam se çka të shtoj më tepër, sepse jam i tronditur me këtë ngjarje. Që ka ndodhur, po edhe më shumë se kaq jam i shokuar, edhe me pjesëtarët e familjes time që kanë marrë pjesë në këtë vepër. Cila është pyetja juaj, avokat? Është e vërtet, është e saktë, a qëndroni pranë saj. Këtu që e kom cek që në pjesëtarët e familjes time këtu s'gojtor që e kom thonë. Se këta prezumohen që jenë pafajshëm përderisa një vendim gjykatës. Mi, kjo pjesa me pjesëtarët e familjes time nuk më kujtohet që kam deklaruar. Që jem tronditur dhe të shokum jemi edhe sot, ato nuk e mohojnë. Që jemi të tronditur nuk e mohoj, sepse kjo edhe sot është një klasë kjo. Po, avokat? A mendoni të bëni pyetje gjyqtarës disa lidhur po? Avokat pyetje çka? A mendoni se është i përfshirë? Avokat. Skole me në fundeshtë, avokat. Hiç, avokat, pa me. Po pëtë nga përditja? Pëtë që të ju e do përpar. Avokat. Okej, e të regi, s'kam pyetje gjyqtarës. Nuk e di. Leonard Tarpatën dhe pyetje jo. Avokat? Unë dy pyetje shkurta. Se në shumicën e pyetjeve u përgjigj, sa ju keni njohuri, çfarë ka qenë raportet e Naimit me të njerën individuale, sa ju e dini? Me qenë se keni pas raportet familjare të afërt të ndërtuar. Parancores. Para notës kritike, qifti, Naimi, me Leri Dorën, kanë qenë qifti, do me thonë, krejt, nga qka kemi u kanë qenë qifti më i lumë të në botë. Kështu i kemi njohur Të gjithë. të gjithë. Pyetja e dytë është kur keni dëgjuar për vdekjen e individues? Për vdekjen e ndjerës tashme Leri Dorës se ka qenë ora 10:30. Muj me gapu me numra, pasi që kam shku me
Flet gjumë se kisha mos gjuhë në 4 mëngjes me shku në Mitrovic, me ka njëftu një kolegë, i cili me ka shkuar në Facebook. Ka vdekjen e të ndjerës e Dona ka qenë 22-30, mund të gaboj me Po. numra, ku pasi isha shkuar për të zgjuar, jo pasi kisha Shku me flet, po. Po, kisha shkuar për të fletur, pas që kisha për të zgjuar herët në Në mëngjes në orë 4. Po, herët në mëngjes në orën 4. Një shok me shkuar në Facebook, Messenger, dhe me thot e pas kënë vrë grunin e ime. Që atë e kumë kuptu. Në Messenger, po, dhe me thot e pas kanë vrë gruan e në ime. Aty e kam kuptuar, dhejtën e vërgjë. Ne, ma keni pyetje për kanonin? Po. Shëndetje për. Ju keni qenë në vizitë të unë dhe Lirdona në Suedi para disa vite, po. 2019. Disa vite. Ashtë e po. Dhe ju keni pas edhe marrëdhënie të mira shoqërore dhe familjare me vetë të tjerën. Dhe keni pas kontakt edhe në rrjetet sociale. A ka pas Lirdona liri dhe avarësi në jetën e saj, me sa ju e keni pas? Bashkë atë pyetja është, a ka pasur Lirdona liri në jetën e saj? Dhe pavarësi. Liri dhe pavarësi në jetën e saj. Po, vetëm faktë, mos u përgjigj dëshmitar. Po, prokurore, e kundërshtoj pyetjen. Protivizovëm pitanju, jel ne vidim svrhu. Protivizovëm pitanju. Me kundërshtoj këtë pyetje, sepse nuk po e shoh qëllimin e pyetjes që ka të bëjë në lidhje me vitin 2019. Nigde u optužnici Askund në akta ne piše da je nuk ona ceket ubijena që zato što nije samostalna. është e vrarë për shkak që nuk është e vetëvendosur. E I ne znam pavarur. E pavarur. ne znam koji cilj Dhe nuk e di me çfarë optužena qëllimi ima çfarë qëllimi ka i akuzuari me ovo Murseli pitanja, me parashtrimin e kësaj pyetjeje, gde je u samom pitanju ku në vetë pyetje objašnjeno është šta treba da odgovori me vetë pyetjen sqarohet se çka duhet të përgjigjet dëshmitari. Stoga predlažem Prandaj sudu i propozoj trupit gjykues da pažljivo pročita ponovo pitanje që me kujdes ta lexoj edhe një herë koje je pyetjen sugestivno e cila është sugjestive i navodi na odgovor. dhe e drejton ka përgjigje këtë pyetje ta refuzoj. Provohet shudërtimi të provës së shtetit, nuk u pyetje. Dhe kërkohet nga akuzori që i parashtoj pyetje siç parashit me dispozitat e KPP-s, me marrje në pyetje në mënyrë të qartë dhe në lidhje me vdekjen e akusës. Po, da, me keni pyetje? Jo, në kom pyetje tjera, përshëndes nga zemra kanoni. Faleminderit. Avokat Skëndera, keni pyetje për dëshmitarin? Shëndetje i nderuar dëshmitar, jam avukati Skënder Bujoni, avukati i akuzuarit Gani Dalla.
Referuar deklaratës tuaj të dhënë Policinë të Kosovës, ju i keni deklaruar se granitin e njeni nga femëria. A mund të nga thoni, lidhë me granitin, si e njeni? Po, granitin do me thonë ne jena një gjenerat e fshatit aty që ne rrit bashkë, jena shkollu bashkë me në shkollë. Graniti ka qenë një gjallë kontor, ka punë. Mikrofonin, a? Jo, më me dalë jashtë. Për nevojë fiziologjike. Po, më falë, avokat nuk ju poshtë, po gjithsesi, unë avokat Skënder, veç pa, po dhe shumë se din tira kërkon lenta gjykata që për 3 minutat të lërkohë. Po, jam ka vënuj, një ja bëm. Po, tash cilë. Një gotuj për... Po. Mund është më ullë, kanon dhe... Je se kom problem. Tash, ju sjellën. Po, s'është problem. Po. Avokat, veç presim ujë, lefti, edhe Jo, që më i mikrofonin. Po besoj që më vështet edhe në mikrofon. Vazhdo, po, referuar deklaratës suaj dhe në polici, ju keni deklaru se granitin e njëni nga femëria, mund në thoni se se njëni granitin, kjo është pyetja. Po, granitin do me thonë, thash, e një që gjallë punëtor, ka qenë gjithmonë ka punu, nuk ka najtë kur pa punu. Shë një si gjallë punëtor, Po, i cili çdo herë ka punu, kur jem taku në kafën lokal, ka përshëndet. kur jemi taku. Marrëdhënie ma të afërt, s'është që kom pas. Jemi përshëndet, por raporte më të Jo. afërta nuk kom pas. Se unë edhe s'kom po fort me nëjë. Po, me të. Pasi si shpas edhe me lakë, unë s'kom shumë po të rri me përgjithë. Po, ka? Gjithashtu, ju në referuar deklaratës juaj, keni sekur se keni qenë detinjën e djallit të granitit, dhe graniti, para jush, e ka ekspozuar një shumë të parash. Pyetja konkrete, që ekspozimi shumës para, apo të bëjmë me 5 euro, 10 euro, 20 euro, apo të bëjmë me 200, 300 lira të mëdhaja. është përgjigj avokat nëse... Nëse ka cek lira. Jo, ta vlerën nuk e di ka thonë më lartë, është përgjigj, po është drejtë e ti edhe njerë, ka thonë 10, 20, Po, kom të cek. Po, Po, kom të cek edhe ma heret. Do me thonë ekspozimi i parave ka qenë atë njërë se nuk po mujtë edhe shumë i parë. Po kanë qenë 10, 20, 50, ma shumë nuk e... Ashtë i ma shumë, ma pak. Më i me konstatu bashkë sak. Ka qenë 10, 20, 50, po shumën e sak nuk e di. Në qëllim e cek ka ndruar kujtari trupi gjykus, sepse një ditë ma heret, graniti ka marrë 200 euro me Western për motrës e ti për mja festu të lindjen, edhe nuk ka të bëjnë atë Nuk e di shumën e sakë se sa të holla i ka pas graniti aty. Po, është përgjigj prokurore. Më falë nuk pash. Avokat, frontale. Ja jam pregovor na izlaganje advokata dok odgovara njegov prijatelj, i ne reaguje. Ja imam, pitam zato što je dobio od svoje sestre. Përsirjen në shpjegimin e avokatit për të përgjigjur dëshmitarin. Në mënyrën me mënyrën e komunikimit të avokatit.
për të përgjigjur dëshmitarit. Ka parashtrohet për këtë pyetje, pasi që Ono objašnjava Ai po e sqaron prej nga ato para kanë ardhur. që motra e granitit të kishte kërkuar granitit 200 euro për ditën e djalit. I molin Suskovic. Dhe Elus, trupin gjykues, t'ja tërheq vërejtjen avokatit, që të mos komunikoj me dëshmitarin. Kujtarët e Urgjibus vetëm keni një sjarim, se nuk kemi bëjmë mas një herë. Sjarim. Avokat, nuk jena në fazën e sharime, jena në fazën e parashkrimit të pyetje në mënyrë të tërfarë. Nuk jemi në fazën e sharime të përgjigje të dëshmitarit, jemi në fazën e marrjes së pyetjes në mënyrë të tërfarë. Çdo vërejtje e mëndshme në dëshmimin e dëshmitarit i bët dije polipe. Pashtu do të mirë në pyetje dhe granite dhe çdo situatë të konsiderohet që ka rrjedhur nga shërbime, mundi me pyet ato, por dëshmitari nuk as më pak të se një përgjigje për pyetjet tuaja. Që të mos komentoj deklarimin e dëshmitarit, pasi që kjo bëhet në fazën e fjalës konsultore lidhur me deklarimin e dëshmitarit. Po, avokata ka një pyetje tjetër? E kisha dhe i pyetje, pasi nëse mund të më lejohet më përgjigje kanoni, pasi kanoni ka deklaruar se edhe ka djalë hallës edhe djalë dajës Naimi, a mundet vetëm me na tregu çfarë veture ka pas Naimi kohë të fundit dhe pargjyre, nëse më lejohet. Ja, nuk e di. Unë të thash, ceka dhe ma herët, avokat. Nuk e di. Unë sidomos në periudhën 2023-24 orë kam qenë me shërbim në veri, nuk kom pasur në veç gjumin e kom bërë shpëtar. Sidomos vitin 2023 24 orë. 24 orë në Po, shërbim. veç gjumin e kom bërë në shpëtar, po gjo. Veri të Kosovës dhe veç Ka ndodhë 8 ditë që marrë e shpeç. kom bërë në shpital, ka ndodhë 8 ditë nuk ju më ty shpe fare. Faleminderit kam ditë. Mirë. Granita ke pyetje për dëshmitarin? Nuk ke pyetje. Avokat Ndresa ke pyetje për dëshmitarin? Me pyetje dy vetë. Shqiptar. Jo edhe polici po kanë deklaruar tasasin. Sot pandehurit. Pyetja është, a jetoni në bashkësi familjare me kushtrimin babën, nanën? Edhe avokat A jetoni në bashkësi familjare? Po. Qështëra ka mundësi edhe një pyetje se s'po ndëgjohet avokati mirë? Po, kur ka ndodhë që në gjare, incident, vrasjes. Pyetjen e parë nuk ka mujtë Vetëm pak se përkthyesja për prokurorën për kërkon pyetjen me u parashtru, ju edhe në polici, por edhe tani e deklaruat afërsi me këtu të akuzuarit. Thot, a jeni në një bashkësi familjare me kushtrimin babën dhe nënën? Përgjigja është po. Ishte përkthimi për prokurorën? Pyetja tjetër, avokat? Pyetja tjetër, me qenë se jenë shërbim, ku tregove, a ki banu dikun jashtë Gjakova, apo në shtëpi, se mjanë? Gjakovës? Gjakova në Mitrovic, Prishtinë, dikun, apo i... Gjakovës në Mitrovic, Prishtinë. Jo, vetëm Cermjan nuk kem Apo shtëpi. vetëm në Cermjan. Nuk kem tjetër shtëpi e se banes. Vetëm në Cermjan. Përgjigja është vetëm në Cermjan.
Nuk kem tjetër shtëpi apo banesë. Nëse të kujtohet, ushtrimi, a ka qenë të vrejtë në shpitë rëmje? Për kohën sa të ju kini nejtë shpitë, një konë shpitë atje. Fjara është për kohë sa ju keni qenë në shtëpi. A mund? Po, mund të përqeqe. Po, avokat zakonisht po, në më në shpi ka qëndru, po e cejka ma ertë. Po, Kohën sa ti kone ka qenë. po. Në me thonë në momente një të shpi. Po, a i ndjeni që ushtrimi ka pas një vend qëndrim, vend banim ka banu dhe diku tjetër shpia dhe a i ndjeni? Ka pas. Atë në vlojë Pas e banesë, tjerë. Jo, shimë dini. Se një përshti familjari të di. Kush është kërë familjari të di? Kërë familjari shpisë sonë është baba. Të fiti. Po, ta fiti. Familja ka qenë rregullisht shpejt. Po, shumicën e kohës. Po, mos u bë. Falë. Nuk e falë. Po, avokat Leotrim për e ndërgjoj? Avokat në drejt nëse mundeni se... Nuk e falë se s'pëshon për nësë. Të kundërshtojmë pyetjen e mbrojtësit e akuzuar për faktin se dëshmitari nuk është ftuar na tregu se kush është i zoti i shtëpisë dhe a kanë banesa të tjera askan faktet e cilat nuk janë përmendur asnjëherë në procedurën paraqake. Për çka do propozojmë që të refuzohen pyetjet e njëjta për mos relevancë. Faleminderit, avokat propozohen pyetjet e njëjta për shkak të mos relevancës. Trupi gjykus, pas këshillimit me ravendim, aprovohet propozimi i përfaqësuesit të parës së dëmtuar. Po pa të tima e refuzohet pyetja dhe kërkohet nga broci që t'i parashtrojë pyetje lidhur me objektin e akuzës. Nuk ka pyetje vetëm me di se me disë procedura është duhet pojtë. Nuk do të thotë se trupi gjykus nuk ka rol aktiv. Kemi besimit më vërtu gjeja faktike drejtë. Derisa thirret Shaban Murseli, se s'ka qenë fare në Kosovë, si dëshmitari, nuk thirret kryefamiljari babaj i kushtrimit si natë ditë me tashtë. Kjo ke logjika e pyetjes, se na do ta propozojmë si dëshmitar. Mos i marrë gjanat në mënyrë shumë ngushtë, se e hupi kuptimin në veç shqyrtimit gjyqësor, se ka mune si ka mjerë ndodhë pozita apo jo. Avokat. Na do ta propozojmë. Nuk e shlimë parëshyme propozuar të nuk e shlimë një dilema, për ata mos në një lidhën kushtë. Faleminderit, avokat. Jo, shpesh si që lidhën e mërkimu të jetë shpirtë të njërë. Jo, avokat... Jo, ligji nuk e dalë. Avokat. Apo... Edhe në gjëjë pa shumë dhe para, jo është një në pashash. Ani, avokat... Avokat. Apo flesh avokat. Atëherë, kushtrim, a keni pyetje për dëshmitarin? Nuk keni pyetje. Prokurora, keni rimarrin pyetje? Nuk kam as unë pyetje për dëshmitarin. Gjyqtari Albana, keni pyetje për dëshmitarin? Gjyqtari Gen, pa pyetje.
Dëshmitar, a keni diçka tjetër për me shtu, e cila pyetje nuk është parashtruar, ndërsa është e rëndësishme për këtë proces penal? A ki diçka tjetër me shtu, përveç asaj që jeni? Jo, zonja gjyqtare, nuk kam me shtu kur gjë, vetëm shpresoj bëhet më mirë dhe më drejta. Faleminderit. Mund të qëndroni në sallë, por mund edhe të largoheni nga salla. Vetëm me përshëndet vllavin edhe me ikë. Ish dorë. Pasi që se kom po që. Mos mëj me prit avokat se. Dëshmitar, është e vërtet që nuk ju është lejuar me vizitu vllon tuaj pushtrimit, cili gjendet në paraburgim, për arsye se ju keni qenë dëshmitar i propozuar dhe është, po gjithsesi tani tutje ju mund ta vizitoni vllon, nëse veç parashtroni kërkesë, ta shihni në shtypin gjyqësor, kaloni mirë nëse veç doni me liru sallën. Faleminderit. Me liru gjyqësor dhe dëshmitari largohet nga salla. Nuk kemi dëshmitar të tjerë, po kemi mbet bashkë nga sesioni paraditës, prokurorës e ka parashtruar një kërkesë në sesionin e paraditës ku ka kërkuar që të hiqet nga proces verbali pyetja e avokatit Shemsedin Pirej drejtuar dëshmitarit Valon Luka, trupi gjykues pas këshillimit, lidhur me kërkesën e prokurorës së shtetit që të hiqet nga proces verbali pyetja e parashtruar nga avokati Shemsedin Pirej drejtuar dëshmitarit dhe dëshmitarit Valon Luka, trupi gjykues me rakendin, refuzohet kërkesa e prokurorës për heqjen nga proces verbali, pas që proces verbali si tillë nuk pritet dhe çdo gjë që shkruhet në të mbetet, ndërsa lidhur me besueshmërinë e saj, gjykata do ta vlerësoj me rastin e vendosjes. Besueshmëri, po. Këtyre pyetje dhe relevancën e tyre gjykata do t'i vlerësoj të njëjtat me rastin e vendosjes. Prokurore, lidhur me dëshmitarin Shaban Murseli, të njëjtë nuk ka prezentu, e thamë në fillim të këtij shqyrtimi gjyqësor. Zyrtarja ligjore ka komunikuar me të përmes telefonit
i njëjti na ka thonë se nuk mund të prezantoj, nuk do të vi, nuk mundet me prezentu në shqyrtim gjyqësor dhe mbetet pranë deklarimeve të mëhershme. Keni ndonjë opinion lidhur me këtë? Qëndroni pranë dëgjimit të këtij dëshmitari? Naravno, mi smo ga predložili za svedoka. Po, gjithsesi, ne kemi propozuar të dëgjohet si dëshmitar dhe mbesim pranë propozimit. Por edhe një çështje prokurore, Adresa e këtij dëshmitari është në Çermjan, mos u gabofsha në komunë Gjakovës, këto e kemi zyrtarisht dhe që Ku adresu i tužilaštvo ima? Atë adresë dhe prokuroria e ka pas. është një urdhëresë, është adresën e ka dhënë dëshmitari edhe nga prokuroria, është e dhënën adresa në Çermjan, Gjakov, kjo është adresa, numri i lënë nga prokuroria është 048, që realisht nuk është përgjigjur. Vetmja gjë që është mundemi me provu në këtë adresë, por ka me rezultu, nuk dim si ka me rezultu. Në rregull. Po, konform me ligjin të veprohet. Po, me qenë se në fakt e kemi dëshmu tjerë, po, është i fundin, fakt. Me qenë se më nga dëshmitari Shaban Museli, të tjerë nuk ka të propozuar, është dëshmitari fundit. Arë fundin. Shtyhet për datë 24 nëntor, ora 9:30, gjithë ditën e kemi, 9:30 deri në 16, gjithë ditën, dhe me 16 dhe 17 dhjetor gjithë ditën. Po, prokurore, dhe 16 dhe 17 dhjetor nga ora 9:30. Po, gjithë ditën, tërë ditën, po. Sudi ovako, 24. novembra mogu, međutim, 24 nëntor. 24. novembra? Po. Može. Po. Samo ja se izvinjam. 24. novembra mogu, međutim, od 14. decembra ja sam na godišnjem odmoru do 25. Zamena ne može da dođe ta dva datuma sada. Prokuroria shtetit deklaron për mua është në rregull për datën 24/2025, ndërsa nga data 14 dhjetor deri më datë 25 dhjetor gjendem në pushim djetor dhe nuk mund të kem zëvendësi nga prokurorët e tjerë për këto datë. Me 12 dhe to prokurorët nuk. Ali 12. imam jedno suđenje, sad ću da vidim sa sekretarjem sudačenja sigurno, što znam, ako da vidim koliko. A mund të ndro të t'ju zëvendësoj dikush këtë kalecon?
Sud je veoma je teško naći zamenu trenutno, mnogo ima suđenja, a mali broj tužioca. Ne može, upozoreni smo da vodimo računa o njemu. Me 12 apeloj? Sad ćemo da vidimo, ja znam da imam zakazano sigurno, poziv imam. Prokurori çështja ka të bëjë me faktin se të pandiurit janë në mosën e paraburgimit. U 1:15 može pre podne. Da stavim 12:12 pre podne? A ta lek datën 12? Në ora sa të shtare? 9:30, jo? Në ora sa? Po. 9:30. 12, no? Po, kanë 12. 24 edhe 12, një do. S'ki veç mas 25. Ja, veç janë orë. Veç të rëgoj për kërë shpje për provë materialë nuk është të 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 mësuar. Okej, në të të kejtë për materialë. Prokurore, 9:30 deri në 12. Edhe 24 për 9:30. Prokurore, për datën 24/11/2025, Samo malo, evo sad ću se vidjeti. Evo ovako, ja sam rekao do 25. Znači ponedjeljak je 22. Možete 22, 23, 24 decembar. 22, 23, 24. 22, 23, 24. 25. ne radimo. Shtimi të edhe 22, është shtimi të caktuar. Edhe me 22 dhjetor, po mirë kështu për na thot, me 20 po, me gjithat mundem me datat që të prezentoj me datat 22, 23, 24 dhjetor. Me 22 të shkon pushim, 25 si E ndëraj. Në më 22, no? Edhe me datën 22, gjithë ditën e kemi para kohë. 24 nëntor, 12 dhjetor, 22 dhjetor. Edhe to, po. Te 3 ditë. Po. Vetëm 12 është sesioni para ditë. Po, 3. Me 12 në para ditë. Dhe po, dhe me 22/12/2025 nga ora 9:30 deri në ora 16. Datën 12 me datën 12 dhjetor deri në 12. Po, avokat. Për datën 24 nëntor, përgatitemi për provat materiale, nuk e dim edhe ashtu nëse sigurojmë dëshmitarin Shaban Murseli, e kemi veç atë dëshmitar dhe vazhdojmë me provat materiale. Për dëshmitarin Naim Shaban Murseli, do të lëshotur dres për verifikim adrese dhe dorëzim ftese. Ndërsa për të pandiurit do të lëshotur dres me sjellje nga qendrat e paraburgimit, kurse për palët tjera që janë në këtë shqyrtim gjyqësor, ky njoftim një shërbes i ftesë rregull. Seanca përfundoi me ora 14:48 minuta. Ditën e mirë.